Në Irlandë të marrë në 2001-shin, është i qik e shumë e vështirë për shumë shqiptarë kur vinë fillimisht pare, sidomos kur kanë bëjnë për me gjuhën edhe tranzicionet nga Shqipëria të vish në një vend të huaj. Sidoqoftë, unë nuk e pata atë fat, sepse shkova në Angli përpara, kam jetu 3 vjet atje. Edhe kur erdha në Irlandë ishte i qik më thjesht për mua, sepse dija gjuhën, po ashtu dhe ndryshimet, kultura nuk ishte edhe shumë ndryshe nga Anglia vetë. Kështu që tranzicioni për mua kur erdha në Irlandë ka qenë çik më i thjeshtë. E kuptoj, po thjeshtësia jote nuk ka qenë kështu mbase për të tjerët që kanë shkuar në Irlandë dhe kanë vendosur të jetojnë atje. Sipas informacioneve që ti ke, sa shqiptar ka në Irlandë? Unë e di që ka, nuk jam e sigurt për shifrën, po besoj ka shumë, apo jo, dhe atje? Ka shumë, edhe po dëgjoja hapjen tuaj për në Irlandë dhe shifrat janë gabim. Ashtu, ë? Në 2020, absolutisht. Në 2022-shin, kur u bën censusi në Irlandë, u numërun ke rreth 15.000 shqiptarë, jo 2.000-2.500 që keni jo aty. 15.000 shqiptarë? 15.000 shqiptarë. Qartë. Tashi, 15.000 shqiptarë janë numëruar nga këto shqiptarë që mund të kenë ardhur me dokumenta si shqiptar vetë, edhe ndoshta kanë qëndruar apo kanë ikur, është diçka tjetër. Sidoqoftë, në Irlandë ka një nivel shumë të lartë të shqiptarëve që kanë ardhur në Irlandë me dokumentacion si evropian, mund të jenë si grek, mund të jenë si italian, mund të jenë si zviceran. Gjatë periudhës së krizës në Bashkimin Evropian, mbaj mend krizën greke dhe shumë shqiptarë me familjet e tyre nga Greqia apo Italia u zhvendosën drejt vendeve të tjera në veri të Europës.